Ka hapur debate dhe për folje qarkullimi një videoje ku i shkreu i SPAK Altin Dumani shfaqet duke kënduar në një ambient privat. Pamjet në vetvete nuk lidhen me ushtrimin e funksionit publik dhe nuk përbëjnë shkelje ligjore apo institucionale. Dumani qëndron në një tryez, ku kryesuesi i moshuar këndon këngë të muzikës labe. Asnjë palë e përfshirë deri tani nuk ka marrë përgjegjësi për origjinën apo për hapjen e materialit. Megjithatë, mënyra dhe momenti i publikimit kanë ngritur pikë pyetje mbi qëllimin e videos. Në disa media online thuhet se shpërndarja e pamjeve ka ardhur nga qarqe politike të interesuara për të denigruar figurën e SPAK, duke përmendur veçanërisht emrin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas portaleve që kanë publikuar videon, problemi është që në tryez gjendet një ndërtues i quajtur Andon Pango. Publikuesit përmendin blerjen e një apartamenti nga Dumani në një pallat të Pangos në 2006, si edhe faktin që Pango ka qenë i dënuar për mashtrim financiar. Sidoqoftë, rasti nxjerr në pa një fenomen më të gjerë, përdorimin e materialeve private si instrument presioni në raportet mes politikës dhe drejtësisë. Këto raporte janë tensionuar veçanërisht pas ngritjes së akuzave zyrtare nga SPAK për Belinda Ballukun.